Mirëmbrëma të nderuar telespektatorë dhe mirë se erdhët në këtë dritare, ku këtë herë është i ftuar kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Edi Rama. Mirë se ardhët, zoti Rama. Intervista filloi vonë, nga ora 8:30 kur ishte paralajmëruar, sepse ju patët probleme me kalin e Skënderbeut, i cili sot u zbulua, pavarësisht nga ju? Jo, nuk pata asnjë probleme me kalin e Skënderbeut, fare. Me sa duket probleme me Skënderbeut me gjithë kali kishin demonstruesit e përditshëm, të cilët ndoshta kanë menduar ta zbresin dhe Skënderbeun bashkë me Kal në shesh për të kërkuar votën e vjedhur dhe ndoshta edhe për këtë i futën dhe flamurin e PD-s në shpatull. Megjithatë, s'ka problem, gjithçka është në rregull. Gjithçka është në kontroll. Ne vazhdojmë me pyetjet tona atëherë. Dhe janë 45 ditë, të themi 45 ditë që kur jeni në krye të Bashkisë Tiranës, kjo është intervista e parë për median. Ndërkohë, në muajin e parë të punës suaj si Ministër Kulture, media e shikon të angazhimin tuaj si një mision të pamundur. Duke se sërish media mendojnë që edhe kreu i Bashkisë është një mision i pamundur për Ramën, pasi karrigja e kryetarit të Bashkisë Tiranës duket shumë paralizuese. Ju do na ndryshoni mendim? Po unë shpresoj që të ndryshoj mendimin në qoftë se është ky mendimi, edhe pse kam përshtypjen se nuk është ky mendimi i përgjithshëm. Mi të thoya që ndoshta mendimi i përgjithshëm lidhet me një shpresë që herë është edhe irreale për vetë kushtet dhe mundësitë që ne kemi. Gjithsesi, unë them se edhe pse puna në Bashkinë e Tiranës është disa herë më vështirë se sa puna në Ministrinë e Kulturës, për vetë gamën shumë të gjerë të problemeve që ka Bashkia e Tiranës, për vetë gamën shumë të vogël të mundësive që ka, prapë se prapë unë mendoj se diçka do të bëjmë dhe padyshim që momentin kur do të na duhet të ballafaqohemi prapë me elektoratin, me qytetarët, do të kemi jo pak gjëra për të treguar. Zoti Rama, sa përputhej ajo çfarë ju imagjinonit kur flisnit për pushtetin vendor të Tiranës me atë çfarë pat kur hyt dhe vizituat vetë Bashkinë e Tiranës? Kjo është një pyetje që vërtet ja vlen të bëhet, por cilës nuk ja vlen edhe aq ti përgjigjesh deri në fund, sepse do të krijojë një pamje shumë dëshpëruese për teleshikuesit. Në fakt, gjendja në Bashkinë e Tiranës, sipas konstatimit tim dhe të njerëzve të mi që punojnë bashkërisht me mua për të rimëkëmbur atë institucion, me shpresë që nëpërmjet atij institucioni do të mund të ndihmojmë edhe në rimëkëmbjen e Tiranës, është disa herë më e rëndë se sa forca e imagjinatës së një kandidati për kryetar bashkie që ishte në opozitë. Është e rëndë sepse praktikisht nuk ka institucion dhe praktikisht njerëzit e motivuar janë të pakët, gjë për cilën unë nuk do t'i vija faj njerëzve, por do të ndalesha më shumë tek struktura, e cila ishte krejtësisht jo funksionale, ashtu si kundër është jo funksionale dhe mënyra se si është e lidhur bashkia me të gjitha ndërmarrjet e saj. Kështu që për të bërë një ilustrim të situatës kafkajane në cilën ndodhet Bashkia e Tiranës, unë do t'ju tregoja teleshikuesve që nuk është shumë e këndshme mendosh se ke luftuar për të marrë votat dhe për të hyrë në një institucion ku mund të gjesh dhe vesh të prera qenësh. Brenda? Gjatë ndërimit të një zyre, kalimit të saj nga një dorë në një tjetër, gjetëm deri dhe vesh qenësh të cilët ishin në inventar, sepse me sa duket kur bashkia paguan dhe vrasit e qenëve, kërkonte si dëshmi veshin. Dhe këtu pata rastin
të shpjegoj edhe diçka që më kishte mbetur në kuriozitet nga takimet me qenë nëpër rrugët e Tiranës, që pse ndodh që takosh dhe qenë me vesh shprehje, do të thonë që ata që merrin lekët për të vrarë kafshët e gjora, ndodhte që ju kpusin vetëm veshin dhe sillen si dëshmi që kishin zhdukur qenin, kështu që nga një qen fatkeq ata krijonin një qen të turbuar, që pastaj ishte një rrezik për qytetarët. E lëm e kaq për shkrimin atër, dhe pyetja tjetër është nëse do merremi në mjediset e bashkisë duke i bërë aq tërheqëse, të themi se ato që i lat në dorëzim zonjë Suruçi, apo keni vendosur të mos merreni më me rregullime institucionesh për sa kohë quajë ministri që lyen mure? Në fakt, unë nuk mund të ndryshoj mendim lidhur me këtë, sepse ata që më quajnë ministri që lyen mure janë mësuar të jetojnë pa mure, në ajër pastër. Kurse unë nuk mund të mendoj që një institucion i cili nuk është institucioni i ministrit apo i kryetarit, po është institucioni i qytetarëve, i pushtetit të zgjedhur qytetarëve, ku hyn e dalin qytetarët, të jetë në një gjendje të mirë dhe muret të rrezatojnë vetëm lagështirë dhe mungesë vëmendje të atyre që punojnë aty. Pra, rekonstruksioni i bashkisë do të bëhet dhe projekti për këtë ka filluar shumë shpejt, brenda disa muajsh. Bashkia e Tiranës, institucioni i Bashkisë së Tiranës, dhe shpresoj edhe 11 mini bashkit nuk do t'i ngjajnë më këtyre haleve të mëdha publike që kemi trashëguar nga e kaluara, dhe që të gjithë parasit tanë i kanë kaluar nga një derë dhe për dalë nga dera tjetër pa bërë as më të voglën ndërhyrje, ose duke bërë ndërhyrje që janë edhe më dëshpëruese, sepse kanë dëmtuar praktikisht më shumë se sa kanë rregulluar. Për shembull, në Bashkinë e Tiranës ka një korridor të ngushtë të shtruar me pllaka që krijojnë në çdo sekondë idenë se mund të rrshqasësh mbi to, ngjan më shumë me një spital, ndoshta me një çmendin të pastër, po jo me një institucion publik, dhe aq më tepër me një godinë e cila ka historinë e vet, dhe në një mënyrë ose një tjetër nuk do të ishte keq që kjo histori të mbetej mbi sipërfaqet e dyshemeve apo të mureve, duke i bërë të gjithë të kenë një sens më të qartë të vazhdueshmërisë së traditës dhe të shtetit. Duket se ju kushtoni rëndësi, sidomos edhe gjithmonë formës, zoti Rama. Kjo ishte edhe një shembull, është sepse ndryshuat për së pari emblemën e Tiranës, a thua se kryeqytetasit ishte e para kjo që prisnin prej jush, ose a thua se në Shqipëri gjithçka fillon nga zero kur ndrohen pushtetet? Metoda e realizmit socialist, të cilën e kanë praktikuar me zjarr shumë shkrimtar të asaj kohe që sot gjenden në opozitë me komunizmin, çuditërisht thoshte që forma pasqyron përmbajtjen. Kurse unë kam një mendim tjetër, që forma është përmbajtje. Dhe të gjesh se kush është e para ndërmjet formës dhe përmbajtjes është njësoj si të gjesh se kush e bëri veza pulën apo pula vezën. Kështu që këtë do të thosha unë për çështjen e formës, sepse nuk besoj që në të gjitha vendet qytetëruara ku fasadat janë pastra, ku muret janë të mirëmbajtura, ku puna dhe fondet që harxhohen për restaurimin e godinave, për mirëmbajtjen e tyre të brendshme, për rezatimin e tyre, të jetë thjesht çështje fasadash në atë kuptim që i jep tek kësaj fjale realizmi socialist dhe shkrimtarët e llojit të Teodor Laços. Nga ana tjetër mendoj që aprovimi i emblemës së Bashkisë së Tiranës ishte një hap i domosdoshëm për të filluar punën dhe për të krijuar atë dokumentacion që ka nevojë një shtet. Dhe nuk është të fillosh nga zeroja, por është të fillosh nga shumë larg në histori, sepse emblema që ne kemi tashmë dhe që qyteti i Tiranës ka,
është një emblem që flet për një qytet që ka një histori të tij, që ka një origjinë dhe një vazhdimsi deri në ditën e bërjes kryeqytet dhe deri në ditët tona. Nga ana tjetër, them se është shumë e rëndësishme një gjë e tillë edhe për t'u prezantuar përpara të tjerëve, jo vetëm përpara të huajve, por edhe përpara pasardhësve, të cilët nuk mundet më të vinë siç vim ne nëpër zyrat e paraardhësve dhe të gjejmë shkresa pa kokë e pa këmbë, ose shkresa me emblema si ajo ekzistuesja deri më sot, që ishte një hap i parë, sepse para saj s'kishte fare, por që nga ana tjetër nuk kishte të bënte fare me asnjë princip të heraldikës, dhe që praktikisht tregonte për një qytet jashtë çdo realiteti të mendësisë urbane. Edhe me qenë se jemi në kuadrin e formës, para se të kalojmë ke përmbajtja, një pyetje tjetër për atë shumë publicitet që ju po bëni në shumë televizione private, ku tregoni urdhëresat tuaja, tregoni ato çfarë do bëni. Ai sa përsëri njerëzit ngulmojnë që ka shumë formë ke ju dhe nuk e dinë të realizohen gjitha. Mendoj që çështja e spoteve publicitare që kanë bëjnë me iniciativat e pushtetit vendor është një çështje tashmë e tejkaluar në ato vende ku pushteti vendor funksionon. Nëse këtu duket si një diçka e re, është e re relativisht, sepse është e re në raport me paraardhësit e mi. Por nuk është e re me një eksperiencë që ka të bëjë me sensibilizimin e publikut dhe njëkohësisht me krijimin e një ndjenje të përgjithshme komuniteti dhe informacioni për publikun. Ajo që unë do të thosha lidhur me këto është që efekti ka qenë maksimal, sepse jo më kot bëhet kudo një gjë e tillë, dhe aq më tepër kur kemi mjete kaq të fuqishme sa që janë mediat, kur kemi mundësi ta përcjellim mesazhin në shtëpinë e çdo qytetari, do të ishte mëkat të mos e përdorim këtë instrument. Bolë t'ju them që spoti që ne nxorëm për lirimin e trotuareve, apo ai për lirimin e kanaleve kullus të lumit Lanës, bën një të atill efekt që përdorimi i forcës policore ishte më se minimal, sepse në rastin e parë 90% e shitësve ambulant që ishin për trotuare në afatin e përcaktuar në urdhër dhe pastaj edhe në spotin televiziv nuk u paraqiten më në trotuar, kurse 100% e pronarëve të ndërtimeve të paligjshme Buzlanës, të cilët morën urdhrin për të pastruar kanalet e shkarkimit të ujrave, e bën këtë dhe ne nuk patëm nevojë për asnjë lloj force policore. Pra, siç e shikoni, rezultati ka qenë ai që ne prisnim, dhe kjo është një praktikë që do të vazhdoj në çdo rast që ne do të kemi mesazhe për të dhënë. Është në përgatitje, normalisht nesër do të dalë një tjetër spot që do t'i bëj thirrje të gjithë kantierëve të ndërtimit, do me thënë drejtuesve të kantierëve të ndërtimit, të futen brenda kufive të përcaktuar nga leja e ndërtimit dhe nga ligjet e Republikës së Shqipërisë, në qoftë se nuk dëshirojnë të kenë sanksione dhe pezullim të kantierit bashkë me heqjen e licencës. Po. Dhe kalojmë ke përmbajtja. Krijuat ministrinë më të re në moshë duke ripërtrirë administratën, madje duke krijuar një administratë ndryshe në Ministrinë e Kulturës. Një pjesë kësaj administrate më të zgjedhurën apo më të afërtën me ju e morët me veten në bashki, duke lënë ministrin Ruçi të zgjedhë stafin e saj. Ndërkaq, a mjafton ky grup njerëzish që ju keni marrë në bashki apo do vazhdoj reforma në administratën bashkiake për të rikrijuar atë jo çka bëhet Ministrinë e Kulturës? Pikëpari unë do të thoja që unë jam shumë krenar për stafin tim të Ministrisë së Kulturës dhe veçanërisht krenar për atë pjesë të njerëzve që kanë punuar shumë afër meje dhe që sot janë dy nënkryetarët si dhe disa nga drejtorët kryesor të Bashkisë së Tiranës.
të cilët nuk është se më ndoqën mua në këtë eksperiencë të re për të pasur një rrogë më të mirë, se praktikisht nuk e kanë një rrogë më të mirë, por besojnë në një projekt dhe besojnë në një stil pune që është krejtësisht i kënaqshëm dhe që bën që këta njerëz të qëndrojnë në punë shumë përtej orarit të zakonshëm dhe të ndihen të nderuar që punojnë për shtetin e tyre. Dhe natyrisht kjo është një kënaqësi e ndërsjellë pastaj. Unë mendoj që reforma do të vazhdojë jo vetëm në Bashkinë e Tiranës, por në të gjithë administratën shtetërore, aq më tepër me normat e reja që janë përcaktuar nga ligji i shërbimit civil dhe me kushtet që krijon ky ligj për përmirësimin dhe rritjen e eficiencës së administratës publike. Po me anë të një spoti, unë kam kërkuar që të gjithë ata të rinj që janë specializuar jashtë shtetit të afrohen pranë Bashkisë së Tiranës dhe të tentojnë shansin e tyre për të pasur një vend në administratën e kësaj bashkie dhe të kontribuojnë bashkë me mua dhe me të tjerët për qytetin tonë të lindjes. Kjo nuk do të thotë, siç kanë shkruar disa gazetarë që janë fraktuar në redaksitë e zërit të popullit dikurshëm, se populli është po ai, po zëri është tjetër, që kjo është një nëpërkëmbje e studentëve shqiptar. Unë nuk kërkova student anglez, as student finlandez, gjë që nuk e lejon edhe vetë ligjshmëria e Republikës së Shqipërisë, por kërkova pikërisht të rinj shqiptar, të cilët mbasi kanë studiuar në Shqipëri apo gjet dhe kanë bërë specializimin për kace, të mund të kontribuojnë për vendin e tyre dhe të mos gjejnë të mbyllura dyert e shtetit të tyre. Nuk ja vlen zgjatesh më shumë me këtë, po faktikisht duhet t'ju them që ndryshe nga sa mund mendohet, kur nuk i hap dyert, kanë ardhur plot kërkesa, ndër të cilat ka natyrisht edhe kërkesa ose biografi kurrikulume, siç thuhet në gjuhën moderne për të shpëtuar asaj hijes që ka fjala biografi, të cilat nuk përputhen me ambicjet e mia, por ka dhe disa tjera, dhe jo pak, që përputhen dhe që tani duhet të negociojmë me të interesuarit në mënyrë që ata të mund të tentojnë shansin e tyre. Sikundër, të gjithë atyre që kanë punuar në Bashkinë e Tiranës dhe vazhdojnë punojnë në Bashkinë e Tiranës dhe që do të bjerë të lëshojnë karrigen, ju jepet shansi për ta rimarrë të karrigen me konkurs. Pra, loja është e hapur, askush nuk e ka me tapi në vendin e punës, dhe që më pak pastaj e ka me tapi dikush që është me shkollë të mesme dhe që nuk flet asnjë gjuhë tjetër, bile që dhe gjuhën e unifikuar dhe zyrtare shqipe e flet me rëndesa të jashtëzakonshme, dialektesh ndryshme, në raport me një që flet mirë gjuhën e nënës dhe ndonjërin apo disa nga gjuhët e Europës ku ne duam të integrohemi. Po. Dhe tani zoti kryetari i bashkisë, të doja t'ju bëja një pyetjesh që zakonisht politikanëve nuk i pëlqejnë. Pra t'ju rikujtoja premtimet elektorale. Ndonse ka vetëm 45 ditë që jeni ulur në karrigen e krye bashkiakut, dhe ndoshta nuk keni dëshirë të përgjigjeni këtyre pyetjeve, sepse ky është një justifikim i mjaftueshëm, janë shumë pak ditë për të dhënë përgjigje disa pyetjeve elektorale. Nuk besoj që ju të më kërkoni, siç për shembull më kërkon ndonjë qytetar në orën 12 natës ose 1 natës në telefon. Kam dhënë votën, nuk kam drita. Unë shpresoj që pyetjet tuaja mos jenë të këtij niveli intelektual. Kështu që jam gati të përgjigjem.
Po, ka një tjetër nivel intelektual këto lloj pyetjesh. Në fakt edhe kjo nuk është një pyetje që s'bëhet. Të kam dhënë votën dua drita. Natyrisht po. Ndryshon vetëm ora. Është e keqe. Pra, për 300 ditë Tirana nuk do jetë qyteti i plerave dhe përmbytjeve. Ka filluar numërimi për qytetarët që kanë votuar. Po për ju ka filluar? Natyrisht unë besoja që për 300 ditë Tirana duhet të mos ishte më qyteti i plerave dhe i përmbytjeve, dhe mbas 45 ditësh unë besoj edhe më shumë që Tirana nuk do të jetë qyteti i plerave dhe i përmbytjeve. Këtu ka disa probleme. Problemi i parë është që duhet kuptuar që pastrimi i qytetit si Tirana lidhet jo vetëm me angazhimin e atyre fuqive punëtore që janë të paguara për të bërë këtë punë, dhe unë duhet i garantoj qytetarët e Tiranës sot që fuqit që Bashkia e Tiranës kanë dispozicion punojnë në mënyrë intensive qysh prej ditës parë që unë jam ullur në karrigen e kryetarit bashkisë. Ka vende që punohet me 2 turne, do më thënë diçka që s'ishte bërë kur më parë. Njëkohësisht, supervizionin ndaj firmave, kompanive private që kanë marrë 2 pjesë të Tiranës, rrugët kryesore, do t'jetë jashtëzakonisht rigoros dhe ka filluar. Por nga ana tjetër, që një qytet të mos jetë qyteti i plerave, duhet që edhe qytetarët të kontribuojnë në këtë drejtim, duke qenë të vëmendshëm dhe duke qenë të arsyeshëm. Ne do të marrim dhe masa tjera në të drejtim, nëse të gjithë bashkë duam që Tirana mos jetë më qyteti i plerave. Sepse do të ishte një nonsens që fuqia punëtore që paguhet nga takset e qytetarëve të konsumojë 10-12 orë në ditë dhe qytetarët të mos ishin të vëmendshëm, të mos respektonin punën e tyre dhe të mbi ngarkonin me plera ambientin, duke mos respektuar vendet e tjera të tjera. Kështu që ky është problemi i parë që lidhet me një problem tjetër që burimi kryesor i vështirësive në pastrimin e Tiranës vjen nga ndërtimet. Ka një fuqi të jashtëzakonshme individuale që është fokusuar në ndërtime, qofshin këto ndërtime të mëdha, banesësh e tjera, qofshin ndërtime që njerëzit bëjnë në shtëpitë e tyre, qofshin në shtesa, riparime e tjera, dhe për fat keq, të gjitha mbeturinat, e kanë tjera të mëdha apo kanë tjera të vogla, hidhen në pragun e shtëpisë, në pragun e kantierit, duke harruar që në këtë mënyrë bllokohen kanalizimet dhe në këtë mënyrë bëhet e pamundur që Tirana mos jetë qyteti i plerave. Prandaj ne do të vendosim dal nga dal sanksionet në këtë drejtim, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, duke kërkuar mirëkuptimin e ndërtuesve, por nga ana tjetër duke ushtruar edhe forcën që na jep ligji. Pra, kur fola për bllokimin e kanalizimeve, dola tek bllokimi që përmbyt rrugët e Tiranës. Për fat mirë, mbas ndërhyrjes së pastrimit të kanaleve shkarkus, që ishte një ndërhyrje mjaft e vogël, minimale, dhe unë jam vërtet i çmeritur se si nuk është bërë përpara, nuk kishim përmbytje të bulevardit të disa rrugëve kryesore, dhënë Zoti që mos të kemi fortuna si në veriun e Italisë apo në disa zona tjera të Europës, sepse atëherë do të kishte lanë që do të na ndihmonte. Por ka pasur dhe ka shumë probleme rreth e qarku Nazës, për të mos folur pastaj për periferinë, që është në gjendje jashtëzakonisht të keqe. Çudia vazhdon kur media në vend se të ose duke vënë në dukje që ka përmbytje në një rrugë X, të vënë në dukje edhe që nuk ka përmbytye në bulevard. Jo për të lavdëruar punën e kryetarit bashkisë, por për të treguar dhe për të sensibilizuar qytetarët që kur ka bashkëpunim, siç pati bashkëpunim me ata të cilët i pastruan vetë kanalet që kishin zënë të shkarkimit,
atëherë dhe puna është më e lehtë dhe përfitimi është për të gjithë. Unë e di që për ju lajm është kur ha qenë njeriu, kur ha njeriu qenin ajo kur ha qenë njeriu, po problemi është që në këtë rast edhe vetë gazetarët, edhe vetë makinat tuaja ka nevojë për rrugë të pastra, pa ujë dhe pa gropa. Kështu që qoftë dhe për veten tuaj, për gazetarët e redaksisë suaj për shembull që drejtonin në televizionin shqiptar, nuk do të ishte keq që t'i përdorin këto raste për të sensibilizuar jo vetëm pushtetin terrorist dhe mafioz, gjithmonë armik i popullit, por edhe qytetarët në mënyrë që të ketë një bashkëndim të punëve. Sugjerim miqësor. Faleminderit. Dhe një tjetër premtim elektoral. Bashkia e qytetit, Bashkia e Tiranës do të jetë shtëpia e përbashkët e socialistëve dhe demokratëve. Ndërkaq që demokratët janë në rrugë, ishin edhe sot në rrugë, si u t'i fusnin në shtëpinë e përbashkët që ju keni premtuar? Tani unë besoj që kur demokratët të binden që Skënderbeu nuk zbret dot nga piedestali dhe nuk u prind dot në luftë kundër turqëve, dhe kur demokratët binden që kjo nuk ka të bëj me demokracinë, nuk ka të bëj me mjetet demokratike, por është një reminiscencë e kohërave të pasioneve të nxehta haxhiqamiliste, kur imagjinohej çlirimi, një çlirim krejtësisht abstrakt i individit me pishtar, me zjarr dhe me hekur, atëre besoj që mendjet e arsyeshme do t'i ndihin demokratët në rrugën drejt shtëpisë. Megjithatë, unë këtu do të nënvizoja që nuk është e drejtë dhe nuk është as e frytshme që demokratët t'i përmbledhim me 500 veta që janë për ditë në sheshin Skënderbej dhe që duke i parë të bëjnë mendosh se ndoshta është kryesia e Partisë Aktuale Demokratike që ka vjedhur vota, sepse nëse është gjithë kjo vjedhje e madhe, atëherë normalisht në shesh nuk duhet ishin vetëm 500 veta. Kështu që pavarësisht se ky është një shembull i bërë ndoshta me pak humor, një humor që nuk bën askënd për të qeshur, por fakti është ky. Do me thënë, këta 500 veta, jo vetëm që nuk janë Partia Demokratike që të gjithë ne kontribuam të vinë në skenë në vitin 90, jo vetëm që nuk janë fryma që lindi dhe çoi përpara Partinë Demokratike, por në pjesën më të madhe nuk janë as njerëz me cilët mund të ndash gardhin, si thosh. Janë pleq, plaka dhe adoleshent që duket sikur s'din as pse janë dhe as shkërkojnë. Pa llogaritur këtu atë bërtham që për fat keq nuk ju nda kokës Partisë Demokratike dhe që e ktheu Partinë Demokratike nga një parti e madhe e lirisë dhe drejtave të njerëzit në një parti e antilirisë dhe kundër të drejtave të atij që mendon dhe vepron ndryshe. Kështu që gjithsesi unë jam përmbajtur dhe do t'i përmbajmë deri në fund bindjes sime që ka gjeneruar dhe atë premtim. Dhe ashtu sikur deri më sot nuk larguar nga Bashkia e Tiranës kërkënd për çështje bindjesh politike, ashtu dhe deri në fund të mandatit tim unë do të pres me shumë dëshirë që
demokratët, qofshin ata demokratë apo qofshin jo demokratë, por që janë të zgjedhur në grupin e këshilltarëve të Partisë Demokratike, të vinë në Këshillin Bashkiak, të japin kontributin e tyre dhe të mos e lënë elektoratin që i ka votuar dhe që përgjithsisht nuk është lloj i Turmaxhiut, Sherxhi, Gallataxhi, pa përfaqësuar në tavolinën ku merren vendimet për pushtetin vendor dhe për qytetarin e Tiranës. Pyetja është për fasadat e ministrive të cilat filluan dhe u përëruan gjatë fushatës, marrë fushata, mbaruan fasadat. Do vazhdojnë? Apo kur kemi fushat tjetër? Natyrisht që do vazhdojnë, edhe pse kjo është një iniciativë e Ministrisë Kulturës dhe Institutit Monument Kulturës dhe jo e Bashkisë Tiranës, por unë jam i lumtur që më në fund të kem mundësinë të flas, të them juve dhe teleshikuesit që kjo pauzë lidhej pikërisht me përfundimin e pjesës parë të fazës parë dhe me nevojën e financimit të pjesës dytë të fazës parë. Një pjesë e këtij financimi është akorduar nga qeveria shqiptare përpara disa ditësh dhe ditën e hënë ose të martën, pra fillim të javës që vjen, do të filloj pjesa e dytë e fazës parë dhe unë besoj që në prag të pranverës ne do ta kemi të gjithë qendrën e vogël, pra të 6 godinat, së bashku me gropën në shtëpinë të Skënderbeut, të restauruar plotësisht dhe do të jemi gati për fazën e dytë që përfshin të gjithë sheshin Nën Tereza, fazë për cilën unë po përpiqem që të nxis edhe donatorët që e kanë marrë përsipër, po edhe mekanizmat tjerë që ndoshta të filloj paralelisht, pa pritur që të përfundoj faza e parë. Kjo do varet shumë dhe nga gatishmëria e Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe njëkohësisht edhe nga aftësia jonë për të krijuar të gjithë montazhin e nevojshëm financiar, në mënyrë që sheshi Nën Tereza të jetë krejtësisht i restauruar dhe i gatshëm për t'i pritur në një mënyrë tjetër qytetarët e Tiranës në ditët e bukura që vijnë, më thënë pranverë dhe në verë. Në fjalën tuaj të konstituimit, ju jeni shprehur për tolerancë zero. Në fakt e keni reflektuar tolerancën zero, po ndaj shitësve ambulant në unazën e vjetër Tiranës. Prandaj peshqive të vegjël, thonë ndryshe. Me peshqit e mdhenj do mbyllni sytë si gjithë paraardhësit tuaj të Rama? Kur ne filluam punën për fasadat, me që ishim të fasadat, bëm 3 faqet kryesore të dukshmet dhe dam për bërë faqen e mbrapsme pikërisht për arsye fondesh. Dhe çuditërisht intelektualët nuk merreshin me 3 faqet që u bën, po merreshin me faqen që nuk u bë. Po kjo pse nuk u bë? Edhe tani ju nuk po merreni me atë që u bë, po me atë që nuk është bërë, pa pasur parasysh këtu që koha në dispozicion është ende e pa llogaritshme në raport me punën që duhet bërë. Megjithatë, me që ju e shqetëson fati i peshqive të mëdhenj, nuk e di nëse mund ta përdorim të term pa i prekur, si thuaç, të gjithë ata bashkëqytetarë të nderuar që ndërtojnë me ose pa leje, ose që ndërtojnë me leje, po shtojnë pa leje e kështu me radhë, që se keni fjalën për ta, ose edhe të tjerë. Pra, ne do të merremi me të gjithë, jo sepse toleranca zero është një koncept i vendosjes së një force të verbër kundër
qytetarëve, por është një koncept i përballimit pas një kompromis të abuzuesve. Pra, këto janë gjëra shumë të ndara. Dhe kur kam thënë që tolerancë zero ndaj abuzuesve, kam pasur parasysh që do të krijojmë një institucion, do të krijojmë një rrjet institucionesh, bashkë me 11 mini bashkitë, bashkë me policinë e shtetit, bashkë me të gjitha, të koordinuara pra, për të qenë një forcë me tolerancë zero ndaj abuzuesve, që do thotë se kjo kërkon shumë e shumë kohë. Hapat e parë, natyrisht, në çdo iniciativë të lloj kapin peshqit e vegjël, nëse mund t'i quajmë kështu, dhe pastaj më tutje ju vjen radha atyre që janë më të mëdhenj. Gjithmonë kam parasysh abuzuesit dhe gjithmonë kam parasysh jo përdorimin e një force që nuk lë shteg për asnjë zgjidhje tjetër, por përdorimin e një force që vendos ligjin mbi gjithçka. Zoti Rama, në kuadrin e peshqve të mëdhenj, që se kërkoni të shembull, për shembull, Parku Rinia është një pellg peshkaqenësh, jo peshqit të mëdhenj, të cilët turpërojnë shtetin, sepse tregojnë dobësinë e shtetit para peshqve të mëdhenj. Ju do vini dorë? Gjithë ky ka qenë një proces 10 vjeçar dhe e pranova të t'ju ndjek në krahasimin tuaj akuatik dhe vazhdoj dhe unë me kafshët e ujit, por do të ndalesha këtu këtë krahasim për të qenë pak më konkret dhe për të thënë që në këtë proces 10 vjeçar individi ka përfituar shumë nga mungesa e shtetit. Por kjo nuk bën përgjegjës individin, por bën përgjegjës në radhë parë shtetin. Sepse nuk mund t'i kërkohet gjithkujt, aq më tepër në një sistem të konkurrencës së lirë dhe aq më tepër pastaj në një sistem të kapitalizmit të egër, gati shpellor shqiptar për 10 vjetësh, që edhe aty ku ka një vakum, të mos përfitoj, por të respektoj një shtet apo një realitet ligjor që nuk ekziston. Në këtë sens, edhe ata që kanë ndërtuar në Parkun Rinia kanë përfituar nga vakumi dhe njëkohësisht kanë ofruar shërbimin e tyre. Natyrisht që kjo periudhë është një periudhë që po shkon natyrshëm drejt fundit, që kur u hoq në Tiranë kioska e parë, fundi filloi, nuk ka mbaruar akoma, dhe natyrisht që edhe ata që janë në Parkun Rinia dhe që tashmë kanë bërë një eksperiencë dhe kanë akumuluar boll të ardhura, besoj që e kuptojnë se dal nga dal duhet të lirojnë atë territor të zaptuar në kora kur zaptimi ishte mod dhe kur ende nuk ka pushuar si qeni një forcë lëvizse në shoqërinë tonë dhe në territorin tonë urban. Unë besoj që çdo ndarje që i bëhet Parkut Rinia nga pjesa tjetër është tashmë e tejkaluar. Parku Rinia do trajtohet njësoj si çdo kiosk, pavarësisht se aty mund të ketë 100 kioska. E rëndësishme është që ne të veprojmë dhe me bindur që të gjejmë edhe gjuhën e përbashkët me ta, kur të jemi të gatshëm të ofrojmë menjëherë për qytetarët, jo një mal gërmadhash, por një park të vërtet. Kemi tashmë
në rrugë projektin e rikthimit të atij territori në një park të vërtet, siç ka qenë një kohë, dhe jo siç e mbajmë mend unë dhe ti që je pak më re se unë, dhe aq më pak siç e njohin adoleshentët e Tiranës, të cilët nuk mbajnë mend më se ç'shieshellëk ka pasur aty. Ky projekt është, besoj, gati deri në fund të këtij viti, kështu që dal nga fillimi i vitit që vjen, Parku Rinia, besoj, do të fillojë të lëviz drejt kthimit në identitet. Po. Folëm për një park që do kthehet në identitet dhe për një grop, do të pyesja atë që quhet gropa e famshme e Ajdinit, do ketë ajo një kthim në identitet apo do mbushet ajo gropa? Do të ka njerëz që janë pronarë, do pyesin. Natyrisht për çdo qytetar që banon në këtë qytet, është e qartë që është qytet i mbushur me plagë urbane. Po do të besoni që për mua që kam marrë besimin e shumicës dërmuese të qytetarëve të Tiranës për t'u marrë me këto plagë, është legjitime që nganjëherë më lindi dyshimi që në fund të mandatit rrezikoj të them operacioni doli me sukses për pacienti vdiq, sepse vërtet plagët janë shumë të thella, janë të kudo ndodhura. Sa përket rastit të gropës famkeqe mbrapa Pallatit të Kulturës, aty është një problem jo pak i ndërlikuar, që ka të bëjë me shumë pronar, etj., me një histori të natyror, por që unë jam i bindur se do ta shkokolepsim në një kohë që do të jetë më shkurtër se sa fundi i mandatit. Dhe kam shumë dëshirë që kur të largohem nga karriga e kryetarit të bashkisë, të mos lë për pasarsin, falni, gropën si testament, por diçka tjetër në vend të saj. Besoj që në frymën e përgjithshme dhe në vullnetin për të lëvizur gjërat nga vendi, edhe pronarët e gropës së Ajdinit, cilët banojnë Tiranën me siguri, duhet ta kuptojnë që nuk ka shumë kohë dhe përpara se sa të përballen me ndonjë projekt shpronësues për të bërë në një ndërtesë publike, duhet të rendin, të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të ofrojnë diçka në mënyrë që ne pastaj të shikojmë se si do të shkojmë më tej. Tani një pyetje që është gati personale, pasi problemi më i madh në Tiranë, mua personalisht më duket trafiku. Çoroditës, të tremb, dhe të frikson. Do ketë një ndërhyrje të bashkisë në trafikun e çuditshëm të kryeqytetit. Padyshim që është një problem shumë i madh, por ashtu si problemi i përmbytjes, ashtu si problemi i plerave, është lidhur me disa çështje anësore, të cilat nuk do t'i shpjegojmë të gjitha, sepse do t'ishte një humbje shumë e gjatë kohe për ju. Pikëspari duhen liruar në Tiranë 6 arterje, 6 rrugë kryesore, të cilat do ta lehtësonin shumë trafikun dhe urdhri për lirimin e tyre duhet të jetë firmosur nga unë ose është gati për firmë. Kam parasysh këtu rrugën e famshme të ambasadave, e cila nuk ka pse më të e bllokuar me bloqe betoni, rrugën të kryeministria, që nuk ka pse më të rrihet tillë, apo disa rrugë tjera. Nga ana tjetër, po kaq urgjente është edhe vendosja e semaforëve, se praktikisht kemi mbetur pa semafor. Edhe kjo nuk është një gjë që bëhet sa hapen mbyll syt, duhen pak kohë, duhen dhe disa fonde, por unë mbetem me mendimin që fondet janë të fundit. Dhe pastaj me radhë përcaktimi i të gjitha rregullave dhe vendeve ku do të lëvizin
makinat e vogla, makinat e mëdha, furgonët, taksit, kamionët e tjerë, me shpresë që në një periudhë kohe, ndoshta mbas 2 vjetësh, të vëmë gurin e parë për hapjen e unazës madhe Tiranës, e cila do ta zgjidhte përfundimisht problemin e trafikut. Po janë shumë çështje që janë të lidhura bashkë. Janë dhe tregjet, ka shumë rëndësi se ku janë të sistemuara, sepse ka shumë qytetarë apo fshatarë që vinë nga jashtë Tiranës për të bërë tregti apo për të blerë dhe që kalojnë me makina të mëdha nga hyrja e Tiranës nga Durrësi deri në fund tek tregu tjetër, domethënë duhen sistemuar në mënyrë të tillë që qarkullimi i makinave të vogla brenda qytetit të jetë shumë më i lehtësuar. Ndërkohë, jeni bindur se urdhrat tuaja do të zbatohen për më shumë se një javë? Edhe nuk keni frikë se gjithçka do të shkojë në vend në rast se ju nuk keni një polici bashkiake? Edhe ky është një problem vete, sepse praktikisht njerëzit nuk kanë faj, janë mësuar me urdhra që jepen, zbatohen 3 ditë dhe nuk zbatohen më, dhe nuk janë të prirur të binden përfundimisht që një urdhër që nxjerr e mendoj shumë gjatë, sepse jam i bindur që një urdhër që nuk mendon se mund të zbatohet, është më mirë që mos të nxirret, sepse asnjë urdhër i shtetit nuk mund të bëhet i pazbatuar. Shteti nuk mundet në asnjë rast të tërhiqet kur nxjerr një urdhër. Kështu që prandaj edhe vetë urdhët dalin pak nga pak dhe dalin aty ku janë të zbatueshëm. Për sa i përket policisë bashkiake, ne kemi filluar punën për nxjerrjen e saj në dritë në një kohë sa më të përshtatshme. Dhe njëkohësisht unë jam shumë i kënaqur që të paktën që kur kam ardhur në krye të bashkisë dhe deri përpara disa ditësh, kisha një mbështetje shumë të fortë tek drejtori i policisë së prefekturës së Tiranës, i cili ka mbështetur çdo urdhër dhe fal bashkëpunimit me të cilin unë kam mundur të arri me sukses dhe brenda fatit të 2-3 gjëra, të 2-3 veprime të vogla që kemi bërë, qoftë për pastrimin e trotuarëve, që për shkarkimin e kanaleve të tjera, ku nuk ka pasur asnjë problem dhe asnjë incident. Jam i bindur që në këtë frym do të vazhdoj puna me policinë e Tiranës dhe dal nga dal do të arrim të krijojmë atë kornizë brenda cilës pastaj piktura e qytetit do të duket më e këndshme. Zoti Rama, keni përmendur, duhet të them një tolerancë zero ditën e konstituimit tuaj, dhe nuk kaluan më shumë se 40 ditë, ju qelluan, patët një atentat në shtëpi. Ndërkohë përmendet prapë sot tolerancën zero ndaj peshqit, ndaj peshkaqenëve të tjera, nuk ndruheni se herën tjetër nuk do ketë më plumba nga pur sportive si herën e kaluar? Tani, normalisht, jeta është e bukur edhe për këto. Kështu që nuk mund të bëhet një punë dhe aq më tepër nuk mund të mbahet një fjalë e dhënë qytetarëve, në qoftë se njeriu do të mendojë, do të harrohet mbas efekteve anësore, siç i quajnë doktorët. Aq më tepër pastaj kur unë kam bindjen që goditja e shtëpisë time, drejtarëve të shtëpisë time, ishte vepër që s'kishte të bënte as pak me njerëz të veçantë, të cilëve mund të jenë prekur interesat. Unë jam i bindur që qytetarët shqiptar dhe veçanërisht ata që nxjerrin
bukën duke punuar dhe duke bërë ham-ham, janë njerëz të prirur për të kontribuar që të ketë shtet dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë me shtetin. Mjaft që të kenë një shtet tek i cili ata të besojnë dhe mjaft që goditja që vjen nga forca e ligjit të mos jetë e padrejtë. Pra, gjithkush që përballet me shtetin e ka shumë të qartë kur përballja është e drejtë apo përballja është e padrejtë. Dhe unë jam i bindur që asnjëri nga ata të cilët do të përballen me vendimet e mia, me vendimet e Këshillit Bashkiake të Tiranës, apo me vendimet e Këshillit Rregullimit të Territorit, nuk do të bëj asgjë të ngjashme me goditjen fizike, në qoftë se vendimet do të jenë të drejta. Dhe unë jam i bindur që në qoftë se mua mund të më ndodhi një keqe, kjo e keqe nuk ka se nga më vi tjetër, përveç se nga ata të cilët nuk duan shtet, nga ata të cilët e identifikojnë forcën me vetveten dhe vetveten me forcën. Pra me gjithë përgënjeshtrimet që erdhën nga selia blu, ju vazhdoni të besoni se ishin dy karamele nga doktori? Nuk ka rëndësi fare. Nuk ka rëndësi fare çfarë përgënjeshtrimesh vijnë nga selia blu. Nuk ka asnjë rëndësi dhe nuk ka asnjë rëndësi të merremi të çështjes tashmë. Dhe për më tepër është e kohë ta diskutojmë se si ka mundësi që fryma e doktorit të qelloj drejtarët e mia, kur qellon drejtarët e kryeministrisë, Ministrisë së Rendit, domthonë s'është problem fare. Kështu që kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që dhe aq më tepër pastaj që un kam drejt të kem bindjet e mia dhe dyshimet e mia. Unë nuk akuzoj kërkënd konkretisht, sepse po të kisha diçka konkrete për të, do shkoja në prokurori dhe të jepja emra. Por, nga ana tjetër, mendoj që kjo është një frym. Është një frym regresiv, është një frym që pengon zhvillimin e shpejt të këtij vendi, është një frym që pengon frymarrjen e qytetarëve, është një frym e cila inspiron vetëm krimin dhe kriminalët e mëdhenj dhe të vegjël. Këtu është gjithë problemi. Pastaj, se kush qellohet, kjo pak rëndësi ka. Dhe aq më tepër që unë jam i bindur që ashtu sikur kjo është një frymë e tillë, fryma që është kundër saj, që është fryma e shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar, nuk mund më të pengohet, mund vetëm të ngadalësohet në veprimin e saj për të ndryshuar Shqipërinë. Kështu që këtu besoj që është kuptuar ose duhet kuptohet që s'është më çështje heronjsh. Këtu është çështje administratorësh. Dhe fiton ai që ditë administroj, ai që tregon se ditë administroj taksat e shqiptarëve, fondet që jepen për shqiptarët dhe që ditë gjeneroj burime financiare për shqiptarët. Shqiptarët besoj që janë përfundimisht lodhur nga heronjt dhe shoqëria jonë po arrin atë pjekuri ku arrin një shoqëri që bën kapërcimin nga heronjt tek administratorët. Po, zotë Rama, por unë të doja të ndaloj edhe një moment, megjithëse juve nuk ju pëlqen. Pasi ju shpjegoni me ndaloj bashkë me ju. Po. Ju e shpjegoni me frym, por Partia Demokratike shpjegon me më materialisht çështjen. Pra, thot, ju keni sajuar atentatin për të blerë një brend të blinduar. Unë kam fatin e mirë që të mos i dëgjoj dhe të mos i lexoj ato që thot Partia Demokratike dhe prandaj jeta ime është përgjithsisht e qetë në këtë drejtim. Dhe kam një sugjerim për gjithë qytetarët që të bëjnë si unë dhe shikojnë që jeta është më e qetë dhe më e lehtë. Se bollë vështirësi kanë për të pasur plus edhe vështirësitë që krijon dëgjimi ose leximi
i broçkullave që thot ajo që për zakon e quajmë Parti Demokratike, por që s'është gjikundi as Partia Demokratike që njoh unë, bile nuk është as Partia Demokratike që njeh Genc Polo, për shembull. Partinë e cilit për një kohë shumë gjatë unë prap nuk e njihja si demokratike. Do me thënë, kur edhe një grup njerëzish të cilët deri në 97-ën i qëndruan pranë Partisë Demokratike dhe besonin që ajo ishte Partia Demokratike, sot nuk besojnë më që kjo që ne quajmë Parti Demokratike është Parti Demokratike, atëherë është e kotë të zgjatemi më tutje në këtë çështje, por është e vlefshme që të mos lodhemi duke e përsëritur që cili do qytetar që kërkon vërtet një zhvillim normal të Shqipërisë duhet distancohet nga kjo forcë që është identifikuar në Partinë Demokratike. Përse përket kësaj akuze, unë them gjithë atyre që janë lezuar që është një gënjeshtër me dy bishta. Jo vetëm me bishtin atij që e ka shkruar, por edhe me bishtin atij që e ka sugjeruar. Unë praktikisht kam akoma sot e gjithë ditën, një makinë të huazuar nga një miku im, sepse makina e pararësit tim nuk më nxinte. Është thjesht çështje për masash. Dhe do të besoj që duhet të marrë dhe unë një makinë apo jo, që ashtu si kundër nuk trashëgova makinën që kisha, ministrin ku isha, tavolinën, kurria, muret që suvatova, po ashtu dhe nuk do ta trashëgoj tek Imbir, po do ta trashëgoj tek pasardhësi im. Dhe ju siguroj që nuk do të jetë e blinduar. Po, zoti Rama. Dhe me që se jemi ke politika, erdhëm përsëri nga bashkia ke partia, në rrugë demokratët e Tiranës protestojnë për votën e vjedhur, që keni vjedhur ju, sipas tyre. Ndërsa rivali juaj, zoti Mustafaj, nuk është me ta, nuk është në tribun, përsa kemi parë në kronika televizive. Kjo tregon se e ka pranuar ish rivali juaj, sigurisht. Tani jeni miq? Jo, ish rivali im sepse gara mbaroi dhe atë besniku e humbi. Siç unë i kisha thënë. Tani çfarë dëshit thoni se nuk e dëgjoj. Doja të thosha që përderisa ai nuk është në tribun, ka pranuar humbjen dhe përbën për ju ky fakt në një vlerë? Unë di që besniku e ka pranuar humbjen dhe kjo përbën një vlerë për vetë besnikun. Për mua si me besnikun, si pa besnikun, jeta vazhdon dhe puna vazhdon, sepse unë kontratën nuk e kam me besnikun, unë e kam me gjithë qytetarët e Tiranës, ndër cilët është edhe vetë besniku. Nëse nuk del më në tribuna, bën shumë mirë. Shpresoj që të vazhdojnë këtë rrugë. Po, zoti Rama. Dhe me qenë se po flasim për votat, një javë më parë në Karigen, ku jeni ulur ju, ishte zoti Gjinushi, kryetari i Parlamentit shqiptar, i cili tha se pa votat e Partisë Socialdemokrate, Edi Rama do të ishte ndoshta në balotazh, disa mini bashki. Ja detyroni ju fitoren Partisë Socialdemokrate? Do pak. Tani, unë besoj që profesor Gjinushi ka bërë humor, kur e ka thënë këtë, edhe po me humor unë do doja të thosha juve që në këto raste mua më kujtohet një shpreh, në raste kur t'i gjë kështu numër një votash, përqindje, kaq përqind se du ta sqaroj. Kujtohet një shpreh një personazhi shumë të famshëm të teatrit, të historisë të teatrit shqiptar, që thoshte jeta nuk është matematikë o limbi. Kështu që aq më pak është matematikë politika, për mendimin tim, unë nuk jam matematikan, jam artist, dhe mendoj që nuk duhet parë si matematikë, sepse po të shkruani si matematikë, për shembull, zoti Gjinushi do ishte kryetari i kuvendit me votat e PSD-s apo jo. Është opinioni juaj? Jo. Po tjetër për matematikë, po ka arsye që është kryetari i kuvendit. Secili bën matematikën në mënyrën e tij. Ndërkohë do vazhdojmë me pyetje tjetër që rrjedh po nga biseda. Matematikën time 1 dhe 1 nuk bëjnë asnjëherë 2. Nuk i dihet edhe kësaj. Megjithatë, një javë më parë, përsëri zoti Gjinushi më ofroi një apartament, të cilin unë mund të mos e refuzoj në rast se do të jetë, më ofroi një apartament nga një pallat i shumë përfolur, që thonë se është i tij. Dhe është pa leje. Kryetari i bashkisë, zoti Rama, do të japi lejen këtij pallati, të cilën Brojka e refuzoi për shumë kohë? Do të marrë shtëpi. Po. Po jeta nuk është matematikë, ta thash, kështu që bëj mirë llogarit.
Dhe vazhdojmë me një pyetje për ju. Do ta lini apartamentin e dal jashtë mode, apartamentin socialist ku banoni aktualisht, të cili pata fatin ta shikoja kur kishit incidentin, do largoheni nga ai apartament për të marrë një shtëpi tjetër? Apo besoni dhe për veten se? Ku të shkoj? A do merrni së shpejti një shtëpi tjetër? Në fakt, ka kohë që kam marrë një kredi, por asnjëherë nuk kam pas kohë të mendoj realisht për të angazhuar në të çështje shumë personale, sepse vazhdimisht kam qenë shumë më i dhënë dhe më i apasionuar mbas punës. Kam një dëshirë që të restauroj studion e të ndjerit babait tim dhe të banoj aty. Nëse do mundem, nëse do kem kohë, nerva dhe energji të mjaftueshme do ta bëj. Nëse jo, jam shumë mirë aty ku jam, sepse në fundit shtëpinë e kam thjesht për të fjetur, bëj një jetë të madhe në shtëpi. Megjithatë kredinë pas keni marrë zoti Rama. Po, jam marrë një kredi, një gjysmë kredi e bile, për që më të saktë. 2.5 milion lek të reja, që nesër tek 55 do jenë 2.5 milion dollar. Është një shans për të pas të reja, megjithatë edhe kë. Ndërkohë, dukeni të jeni një kryetar bashkie shumë i fuqishëm, zoti Brojka, ndoshta kjo për faktin se keni marrëdhënie konfidenciale me kryeministrin Meta, që ai nuk i kishte? Unë nuk e di se sa dukem më i fuqishëm se zoti Brojka, shpresoj jo vetëm nga pamja, sepse në fundit do të ishte një gabim, pasi të dy jemi njerëz mjaft paqësor, më aq sa njoh edhe zotin Brojka. Dhe nga tjetër nuk mendoj që nëse duket kështu, kjo ka të bëjë me raportin tim me kryeministrin, i cili është një raport pune dhe miqësie, por ka të bëjë me veprime konkrete dhe me një vullnet ndoshta të egzageruar për punën dhe për të mbajtur në time. Në tjetër, unë nuk besoj që kryeministri i sot Shqipërisë është njëri që mbështet ose jo dikë në bazë të raporteve miqësore, por besoj që duke qenë njëri, siç e kam thënë të tjera, dhe jo sepse kam me të marrëdhënie miqësore, por sepse kam pasur mundësinë të punoj me të, i cili është konkret dhe vepron konkretisht bile me shpejtësi. Dhe unë mund të dëshmoj që mbështetja e tij për pushtetin vendor dhe përgjithsisht për Bashkinë e Tiranës ka qenë e plot, edhe kur ishte zoti Brojka. Raportet e tij me zotin Brojka ka qenë korrekte, por fakti që rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme, nuk ka pasur të bëjë me ndonjë mungesë vullneti apo dëshire nga ana e kryeministit për të qenë fare sigurt. Dhe për këtë unë jam edhe më i sigurt se ç'kam qenë tani që e shoh që institucioni ku unë jam zgjedhur të bëj rolin e njeriu që drejton, është një institucion me cilin nuk mund të bësh dot asnjë punë deri në fund. Dhe zoti Brojka nuk ka pasur edhe aq faj përderisa ka pranuar të punoj me atë institucion dhe me ato institucione. Këtu nuk kam parasysh për personat, e kam parasysh për mënyrën e organizimit, për mënyrën e ndërtimit të strukturës dhe të ndërvarësive të brendshme. Pastaj natyrisht vjen edhe personat, sepse nuk mund të presësh të kryesh një punë me ndonjë që në kurrikulumin e vet, pasi vë datën e lindjes, vë datën kur është antarësuar në një parti të caktuar. Kështu që dhe kalojmë disa pyetje personale, në të cilat zakonisht ju shkëlqeni, zoti Rama. Urdhra? Në të cilat zakonisht ju përgjigjeni në mënyrë interesante dhe ju pëlqejnë telespektatorëve, më shumë se në përgjigjet e tjera. Pra, gjatë fushatës, ju i jeni shënjuar si njeri gati anormal, ndërkohë që gjithë të tjerët kishin kartë besueshmërie
moralin, familjen normale, marrëdhëniet normale, siç thoshte zoti Mustafaj. Si ka mundësi që fituat ju? Megjithatë. Sepse elektorati ndoshta ditë bëj dallimin midis atyre që e kanë këtë kartë dhe atyre që e luajnë këtë kartë. Ka që ishte përgjigje sot Rama? Po, më bët një pyetje të cilën normalisht duhet t'ja bëni vetes nëse keni votuar për mua, për shembull, si shpjegohet që ma keni vënë votën? Jo, kjo nuk i dihet, vota është konfidenciale. Ose duhet t'ja pyesni kë që konfidencialisht mund të thotë që ma ka dhënë votën mua. Me që më pyesni mua, unë kështu mendoj. Unë për shembull prandaj nuk kam votuar për Besnikun, por kam votuar për veten time, sepse mendoj që Besniku e luante kartën morale, kurse unë e kisha dhe s'kisha nevojë ta luaj. Dhe një pyetje tjetër zoti Rama, e takoni djalin tuaj mbas fushatës? Natyrisht. Vazhdoni të takoni edhe tani. E kam takuar edhe përpara fushatës, e takoj edhe mbrapa fushatës, pavarësisht se shtot me robaze për shembull, që është një idiot. Itëm fyrjet. Ndërsa pyetja e fundit është Jo, se idiot nuk është fyrje. është kompliment. Në rastin fjalë aq më pak. Dhe pyetja e fundit zoti Rama është se diku në fillim të viteve 90 ju keni çuditur shqiptarët e asaj kohe, duke thënë se provinca dhe martesa janë dy armiqtë e njeriut. Në fakt, ju jeni sot kryetari një province të madhe, që është Tirana, në të cilën edhe martoni njerëz. Keni kompetenca për të martuar njerëz. Si ndjeni tani, jeni miqësuar me armiqtë e njeriut? Përsa bashkëjetoni me ta? Apo ju ka ardhur koha të martoheni? Tani unë po ju jap përgjigjen duke kërkuar leje të telespktatorit që ta plotësoj mbasi të mbaroj emisioni. Kjo ka qenë një shprehje e Andrezhidit që unë e kam përdorur dhe që më pëlqen sot e gjithë ditën. Pavarësisht pastaj se si vjen gjërat. Nga ana tjetër unë kam shumë dëshirë që Tirana të mos jetë një provincë e madhe, por të filloj të marrë trajtat e një metropoli, pavarësisht se ishin rivalet e mi dhe unë që premtova se ta bëja metropol. Në 3 vjet Tirana nuk bëhet dot metropol. E di që nuk shkëlqeva me këtë përgjigje, por thash edhe një tjetër, i kërkova leje telespektatorit që të plot përgjigjen t'ja u jap kur ju thoni që emisioni mbaroi natën e mirë. Në fakt emisioni mbaroi natën e mirë. Faleminderit dhe ju të nderuar telespektatorë që qëndruat me ne në këtë dritare natën e mirë. Në fundi shumë mirë.